Bashkësia lokale Rahovic në një periudhë pothuajse 10 vjeçare është përballur me një problem të kanalizimit, pasi që ky problem është i kahmoqëm dhe banorët të cilët jetonin në këtë lagje çdo ditë përballeshin me probleme të njëjta. Banorët e kësaj lagje prapa kamerave të televizionit thanë që ky kanalizim që kundërmonte erë të pakëndshme nga kanalizimi, mbeturinat dhe rëra që pa bllokuar kanalizimin, ne nuk mundeshim të hapnim as dritaret e tona për të ajrosur shtëpitë, pasi që një erë e tillë nuk lejonte as të dilnim në obor, kështu u shprehën banorët e kësaj lagje të cilët nuk deshtën të prononcohen për ekipin tonë. Ndërmarrja publike Moravica me punimet e tyre intenzive ka arritur që të evitoj këtë problem, ku pas disa ditë punë arriti më në fund të sanoj defektin dhe më njanoj problemin e rrjedhjes së kanalizimit jashtë rrjetit, që ka paraqitur problem jo vetëm për banorët rreth vendit ku ishte bllokuar kanalizimi, por edhe më gjerë. Për të na folur rreth punimeve të kryera, doli menaxheri i ndërmarrjes publike Moravica, zotëri Erol Mustafa, duke treguar se punimet në këtë vend kanë filluar kohë më parë. Derisa kemi arritur në një periudhë prej 2 javësh pas gjetjes së problemit, të përfundojmë punimet dhe ky problem të zgjidhet, ku kemi bërë dhe vendosjen e shahteve. Ndërmarrja publike Moravica, domethënë ka filluar punimet që më herët në identifikimin e problemit dhe mënyrën e zgjidhjes së këtij problemi. Problemi ka qenë i kahmoqshëm dhe kanalizimi në fillim në ato shtëpitë të cilat gjenden një 400 metra nga vendi ku gjendemi, ka qenë i bllokuar dhe kanalizimi faktikisht është derdhur në këtë kanalin që ne shohni mbrapa meje. Ndërmarrja publike Moravica, domethënë me një aktivitet të dendur, brenda 2 javësh pas identifikimit dhe identifikimit të problemit, ka filluar zgjidhjen e këtij problemi dhe pikë së pari është filluar prej vendit që e shihni me ndrrimin e pusetave, të cilat duhet të theksoj se të gjitha në gjatësi prej 400 metrave kanë qenë të hapura dhe të mbuluara me mbeturina. Ato gypat në gjatësi prej 400 metrave kanë qenë të mbyllura me rër, baltë dhe gjësende tjera. Prandaj është dashur që në këtë pjesë të ndrohen të gjitha gypat e kanalizimit. Ndërmarrja Moravica në fillim ka punuar në identifikimin. Ne kemi tentuar me mjetet të cilët kemi tentuar pa gërmim të hapim këtë kanalizim, mirë po është evidentuar që gypat janë aq të mbyllur që nuk ka pas mundësi, domethënë pa i hapë dhe pa i ndru këto gypat e kanalizimit. Vetë punimet kanë zgjatur 2 javë, domethënë, për shkak se bëhet fjalë për një gjatësi prej 400 metrave si ceka. Kemi bërë ndryshimin edhe rregullimin, gjithashtu edhe pusetave. Kemi bërë edhe mbulimin, për shkak se qytetarët kanë hudhur gjësjende të forta. Edhe me këtë rast, domethënë, i apel të gjithë qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm në shfrytëzimin e gjithë infrastrukturës komunale, për shkak se këto sjellin probleme të mëdha, jo vetëm për ne, po edhe për vetë qytetarët, pasi që mjetet nga buxheti në vend se të shpenzohen në gjësende të reja, domethënë shfrytëzohen për sende të cilat ma merr mendja që me një kujdes më të madh nuk do të ketë nevojë të intervenojnë. Problemet janë të shumta. Në çdo bashkësi lokale hasin në probleme të njëjta. Ditë më parë kemi debllokuar kanalizimin në Miratos për shembull, i cili për shkak të mungesës së kapakut në puset, njerëzit kanë hullë mbeturina dhe kanë mbyllur atë kanalizim. Është dashur një periudhë prapë them apo nuk është që ne e dim në vendin ku është bllokuar, prandaj duhet të kontrollohet gjithë kanalizimi dhe neve na merr kohë. Duhet të theksoj se ndërmarrja Moravica nuk ka ndonjë ekip të madh për çështjen e kanalizimit ujësjellës, kemi një ekip shumë të vogël me mjete të pakta, mirë po me angazhimin, dua të theksoj këtu, që me angazhimin maksimal të vetë punëtorëve të Moravicës, ne tentojmë dhe deri më tash me mjaft sukses kemi arritur të zgjidhim këto probleme. Tash kemi edhe një rast më të ditës së djeshme për shembull, gjithashtu ku nga punimet e mëhershme, kur janë punuar rrugët
domethënë janë mbuluar shaktat dhe kanë dëmtu kanalizimin dhe nuk është lajmëruar për shembull që ndërmarrja Moravica. Dhe ajo sjell problemet pas një periudhe prapë paraqitet probleme dhe prapë duhet të identifikohet vendi ku atë. Gjithë këto na marrin kohë, thash edhe një herë, domethënë, apeloj edhe një herë te qytetarët, janë më kujdesshëm, sidomos në kyçe ilegale të i bëjnë, domethënë. Të lajmërohet ndërmarrja Moravica me ekipet e saj, bëhet kyçe e rregullt dhe largohen probleme. Kryetari i Bashkësisë Lokale Rahovicë, zotëri Vebi Rexhepi, për punimet në fjalë, tha se ishte një nevojë shumë e madhe e banorëve, pasi që nga era që vindet nga ky kanalizim mund të sillte një epidemi dhe me evitimin e problemit i përgëzoi ndërmarrjen publike Moravica, sepse ka arritur të zgjedhë një problem të një rëndësie shumë të madhe. Ky kanalizim është një periudhë që mos shtoj veç 10 vjeçare, është një periudhë 10 vjeçare që një numër shumë i madh i qytetarëve. Shto po them thjesht për shprehna të shtëpisë të prej ka 400 metra lartësi. Derisa kom pas qytetarë unë do të largohem për shtëpive se do ta marrim të një sëmundje. Por tash mos ta zgjati shumë, që ky kanalizim prej 400 metra katror ndërmarrja Moravica mor një aktivitet, kështu që tash si për shohni tash në terren këtu është funksional. Edhe na ka ek një epidemi këtu. Se edhe një numër prapë përse një numër shumë i qytetarëve kanë pas të fëmijët e mjeku. Priçit i kanalizimit. Ma kryesorja na kemi do 218 hektar ton fush, edhe buqë që s'un kanë këtu të ara prej erës kanalizimit. Por prapë po thonë, faleminderit për Moravicës, e mund këtë aktivitet edhe tash është në përdorim kanalizimit. Unë do të pajsoj as pushtetin e atërshëm, as tash problemi ka qenë se mos funksionimi i pushtetit, prishja e pushteteve, prishja koalicioneve, edhe kështu ka ndodhë kjo, ka mbesur pas dorës. Por tash mu pedin kemi pushtetin, është edhe mur hapat shtu për me zgjedh këtë problem. Problemi kështu mbi prioritetet ka qenë shtimi sasisë ujit, kur edhe këtu do të kemi shpresa, edhe këtu ka ndërmarrë komuna, pushteti tash, edhe këtu ka marrë një aktivitet që edhe do të ashtojmë sasinë e ujit. Çto janë problemi. Kemi rrugën tash ju është që privat kur fonë, kemi pas vetëm Rovica, do të bashkësit më të mëdha komunën e Preshevës që ka qenë e bllokuar, s'ka pas kyçe në autostradë apo në fshatra të tjera se kemi Boshtranin, Leranin, Strezocën, Bilaçin. Edhe tash kjo rrugë po na mundson neve që të kyçme në autostradë, të kyçme në këto fshatra që e përmenda. Por me shku në Boshtran apo në Leran, na do të kemi shku në Rainc apo me dalë në komunikacion. Kemi bujqësinë, ja mundson edhe bujve, por është edhe lehtësimi i komunikacionit për qytetin tonë. Ndërmarrja publike Moravica, edhe pse nuk posedon një staf punonjës shumë të gjerë, me kaq sa janë, po arrin që të evitojnë probleme të shumta në vend.